Afro 950.000 qytetar kanë një llogari bankare, por pa para. Raporti i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave tregon se vjet edhe pse pati rritje të kursimeve, 93% e individëve kanë në llogari më pak se 2.5 milion lekë. Në raport thuhet se kursimet vjet u rritën me 5.6% në raport me 2023 dhe vlera e depozitave nëpër banka arriti në 1 trilion e 275 miliard lekë, por rritja erdhi kryesisht nga shtimi i kursimeve nga të pasurit. Vetëm 5% e totalit të qytetarëve që kanë llogari në bankë disponojnë 739 miliard lekë kursime ose sa 58% e totalit të depozitave. Pra, vjet të pasurit u bën edhe më të pasur në kushtet ku pjesa dërmuese e kursimeve i përket vetëm 125.000 individëve që kanë të mbyllur në llogaritë e tyre mbi 2.5 milion lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 1.7 milion llogarish kanë deri në 2.5 milion lekë kursime. Agjencia e Sigurimit të Depozitave shëron se pjesë e rritjes së kursimeve vjet u regjistrua më së shumti në monedhën kombëtare me 7.3%, ndërsa depozitat në monedhë të huaj u rritën me 3.9%. Ulja peshës së kursimeve në valutë është ndikuar kryesisht nga zhvlerësimi i monedhave të huaj, kryesisht euro e dollar, që shoqëroi gjithë vitin 2024. Kjo rënje ka ndikim tek kursimet në valutë, pasi i bën më të ulta kur tërhiqen nga qytetarët dhe konvertohen në lekë.